Ky mesazh është për ty, që po jeton të njëjtën histori vetëm me njerëz të ndryshëm. Kjo botë është si një shkollë. Çdo ngjarje është një pasqyrë. Çdo njeri është një mësues. Çdo dhimbje është një sinjal. Nëse nuk i vren këto shenja, ato përsëriten. Do të marrësh të njëjtin mësim derisa ta kuptosh. Marrëdhëniet ndryshojnë, por modeli mbetet i njëjtë. Të njëjtat probleme, të njëjtat kriza, të njëjtat situata. Dhe ne mendojmë se është fat i keq dhe bota është kundër nesh. Por nuk është kështu. E gjithë kjo është një mësim. Çdo njeri që hyn në jetën tënde, edhe nëse të lëndon, të manipulon, të shtyp, është thjesht një pasqyrim i gjendjes tënde të brendshme. Kur sheh njerëz ziliqar, ka diçka ziliqare edhe brenda teje. Kur sheh njerëz agresiv, do të thotë që ke agresion të shtypur brenda. Kur sheh njerëz të pangopur, do të thotë që edhe brenda teje ekziston ai ndjenjë. Kur fillon të shohësh njerëzit si pasqyrë dhe si mësues, jeta jote fillon të ndryshoj, sepse ndalon së gjykuari, ndalon së fajsuari, ndalon së kritikuari. Fillon të shikosh brenda vetes, i gjen problemet tua dhe fillon t'i rregullosh. Dhe njerëzit rreth teje ose ndryshojnë ose largohen. Gradualisht ke më pak probleme, më pak kriza, më pak stres. Dhe ke më shumë energji për të krijuar, për të ndërtuar atë që më të vërtetë do. Shumë njerëz nuk e gjejnë rrugën e tyre, jo se nuk munden, por sepse gjithë energjia e tyre shkon tek konfliktet, te gjykimi, te debatet, te nevoja për të pasur gjithmonë të drejtë, te inatet dhe ndjenja e fajit. E gjithë energjia harxhohet aty dhe nuk mbetet asgjë për të ndërtuar diçka reale.